Kjo metodë alternative shpëton shtëpinë nga lagështia. Në vend që të zgjidhni produktet kimike të tilla si zbardhuesit ose acidet, për të hequr mykun nga shtëpia përdorni mënyra natyrore, të cilat nuk do ta dëmtojnë familjen ose nëse keni edhe kafshë shtëpiake. Myku mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin tuaj edhe nëse nuk jeni alergjik. Shumë njerëz reagojnë keq ndaj mykut duke u ndjerë më të lodhur, madje edhe duke kaluar në probleme të depresionit. Për më tepër, myku ndikon edhe në shfaqjen e alergjive, infeksioneve të sinuseve dhe acarimeve të lëkurës. Ja se çfarë duhet të bëni për të lehtësuar këtë problem. Peroksidi i hidrogjenit. Sprucioni peroksid hidrogjeni mbi zonat me myk. E lini për 10 minuta, më pas e pastroni me një leckë të lagur duke e fërkuar fort. Një tjetër alternativë është të përdorni peroksid hidrogjenit sot buke dhe uthull. Mbajini shishen e peroksidit hidrogjenit në një zonë të errët, sepse drita e ul cilësinë e tij. Edhe përdorimi i uthullës në të njëjtën mënyrë mund të japë rezultate fantastike në largimin e mykut në shtëpinë tuaj.